Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Jemi rikthyer dhe do të mbetemi në Kipro, ose të paktën në atë pjesë të Kipros që flitet greqisht. Apo jo, Kolo? Po kam në dorë zorbën dhe nuk e di pse më vjen si e dëgjuar diku fraza moj zorbë, që i thon këto plakat e vjet. Apo zarb. A nuk pas ka lidhje me zorbën. Ja. Se thash sa thellë pas ka penetruar zorba në gjyshet e ca zonave bregdetare. Moj zarb dhe do ta zbulojmë kur ti vi radha shkruaj një z në fjalorin. Ne do ta kishim filluar fjalorin nga z në fakt, po është tepër vonë tashmë. Nëse të vazhdojmë me librin, kam zorbën e Nikos Kazantzakis. Është një nga personazhet më të mëdhenj të tërësisë botërore zorba. Ky botim që un kam në dorë, ja ta gjej ku e kam, botuar nga Literatus, është shqipruar nga Stavri J. Dajo. Ku jo ja shpresoj mos jetë ndonjë fjalë turpi. Zorbën Blerina, unë zakonisht kur e kam me vete e hap ku të më bjeri. Do ta hapim ku të më bjeri. Nganjëherë harroj dhe lek brenda librave. Edhe mua më ka rastisur, po jo brenda librave, brenda xhepave. Brenda çorapeve mbajmë të gjithë Blerina. Unë po flisja për librat. Hapim zorbën ku më ra. Kaluan 3 ditë, kaluan 4-5. Zorba s'duke gjikundi. Ditën e 6 mora një letër të gjatë nga Castro. Ishte shkruar në një fletë roz me erë. Në anë kishte vizatuar një zemër të shpuar me herë shteti. Atë letër kam ruajtur me kujdes të madh dhe tani e kopjoj shpërndaras. Korrigjova vetëm drejt shkrimit që të bënte të shkulesh e gazit. Zorba mbante penën si sqepar. I mshonte fort e më fort dhe letra diku ishte shqyer e diku kishte planga të mëdha boje. I dashur zotëri, zoti kapitalist. Së pari, po vi e po të pyes për shëndetin. Së dyti, edhe ne mirë jemi lavdi Zotit. Unë prej vitesh e kam kuptuar se nuk erdhan këtë botë as si kal, as si ka. Vetëm hajvanët jetojnë veç për të ngrënë. E për të shpëtuar akuzës më sipërme, se ajo gjithë çfarë punësh natë e ditë. Rrezikoj bukën për një det dhën, përmbys fjalët e mençura dhe them, më mirë 10 mot se sa një sot. Shumë që kanë adhetar, por me shpërblyer. Unë sam adhetar dhe let vuaj. Shumë i besojnë parajsës dhe kanë lidhur gomarin. Unë s'kam gomar, jam i lirë dhe si trembën ferrit. As se më ngordi gomari, jam pa shkollë, nuk t'i revej do të gjërat mirë, por zotrotem kupton. Shumë i ruhen vanitetit. Unë e munda, shumë vrasin mendjen për hiç mos gjë. Unë s'shaj kokë. Si gëzohem së mirës s'më të shtona se liga. Në mësofsha se grekët pushtuan Stambollin, është po njësoj si kur turqit të marrin Athinën. Pra është nga personazhet më ekzistencialist Blerina që kam lexuar ndonjëherë. Nga këto që po të shkruaj, po e more vesh si më shkoi jeta si u plaka, shkruam ta marr vesh dhe unë. Bre dyqaneve të Kastros për të bler kavot e teleferiku dhe mekem së qeshuri. Pse qesh o mik, më pyesin. Po unë as u kthej syt. Unë qesh se në çastin që zgjas dorën për të provuar se është telimir, vras mendjen se ç'qen ka njeriu. Pse ardh ka njek, zhvler paska. Unë them asgjë. Është po njësoj. Kam as kam grua, jam as jam i ndershëm, jam beja hamall. Për mua një ndryshim ka vlerë. Jam gjallë, a vdeku. Po të marr Zoti a shejtani, ç'të them zotëri? Njësoj është. Do të ngor, do të qelbem, do të qelbem dynjat e tërë e do detyrohem të më shtihen në dhe se i zë se i zë asfiksia. E me qëra fjala do të pyes për një gjë që ja kam frikën tjetër, tjetër frikë nuk kam, dhe s'më lë të bëj rahat ditë e natë. Pleqëria. Më kall datën zotëri, mallkuar qoftë. Vdekja s'është gjë, një dhe fike qiriri. Por pleqëria është turpi madh. Turpi madh është për be. Po të them se u plaka. Ndaj bëj ç'është e mundur, të mos e marrin vesh dynjaja. Hidhem e përhidhem, më therin veshkat, po përsëri hidhem. Rakallej kupat, më merren mend shëmbet bota, punish qëndroj pa epur, pa më dridhur gjuri. Gjoja s'dua t'ia di. Bëhem qull në djerës, hidhem në det dhe më ngrihet qimja përpjet. Tuat kollitem, e të letësohem, por më vjen turp zotëri. Ndryll kollën me zorë në gryk, e kthej mbrapsht, ndaj më ke dëgjuar ndonjëherë, t'ia bëj g, kurr. Dhe jo vetëm kur jam me të tjerë, por edhe kur jam vetëm. I ruhem zorbës zotëri, ç'të them? Më vjen turp dhe prej tij.
Njëherë, nëse këtë pjesën përkaloj, sa është një pjesë e gjatë që s'më intereson shumë, kështu dhe unë, pas kam brenda një shejtan që i thën kanë Zorba. Zorba i brendshëm nuk do të plaket. Jo, nuk do. Jo, nuk u plak. Është draguar shkuar dragojt. Ka flok korp të zezë. 32, dhëmb edhe mbadh dhe një karafil shkuar veshit. Por Zorba jashtë më ra, u zbardh, u rreshk, u tha, u bë zhubra, i ran dhëmb edhe mbadh. Veshi u mbush me qime të trasha të hirta si të gomarit. Ç'të bëj zotrim thuaj. Deri kur më do të përleshen dy zorbët? Kush do të fitoj përfundimisht? Në ngordhsha shpejt, mirë, po ne jetofsha gjatë me mori lumi. Lumi zotri. Do të vi një ditë e do të më lirohen gjunjët. Do të humbas lirin. Do të më urdhërojë nusja, vajza. Kujdes se mos digjet klyshi, përbinshi, të pjell, se mos bien dhe laparoset. Dhe në undot rrje pastroje. Kështu ke për të hequr dhe zotrote, pa çka se tani ti je ri. Po kaloj çik më poshtë. Dhe ky që autori thotë, në këtë pikë Zorba kishte vizatuar një stërhell e shtak, që rente në hijen e pemëve të çelura e më pas e ndiqin 7 ujqër të kuq. Poshtë kishte vënë këtë digjitur: Zorba dhe 7 mëkatet. Dhe më tej vazhdonte. Nga kjo letër do ta kuptosh sa fat keq jam. Vetëm kur jemi tok, letësom një farsoj e me rëkti një farë shprese. Sepse edhe shkelqësia jote je si puna ime. Pa shka se nuk e ditke. Edhe ti e ke djallin në bark, po se di emrin. Dhe nga që se di emrin, plas. Pa gëzoje që të lirohesh. Mendoje pra, se jam fatkeq. Gjithë zgjuarsin time e shoh qartë si dritën e diellit. Është një marrëzi asgjë më shumë. Por shpesh, kur eci vetëm rrugicave, më sundojnë ca ide të mëdha. Sikur të mundja të zbatoja ato që urdhëron Zorba, do të çuditej dynjaja. Me kaq po e mbyllim këtë letër të Zorbës. Merreni me vete. Po. Te kjo lista që u përmendëm pak më përpara. Kushtonja të gjej çmimin sa është? 11. Po, 11.000 të vjetra. 11 milion lekë të vjetra. Por mund të justifikohesh pse nuk ke një koktejl në dorë. Pra mund të rish. Ti harxhon lekët për. Jo, po duke kur je me libër nuk të pyesin, po ky ç'mban në dorë? Në plazh e ke bërë blenja që duhet të mbash gjëra në duar. Ikem për edicionin e lajmeve tani. Dhe rikthehemi mbas.